Me që po flasim për Hagën realisht, çfarë prisni, do të ketë ndonjë aksion nga PSD-ja, dhe nëse ka, të themi, protestat të qytetarëve, se po paralajmërohet marshe, të cilat nuk e di nëse do të ndërlidhen drejt për drejt me vendimin e 16 shtatorit apo jo, por është paralajmëruar në fakt që do të ketë edhe zhvillime të tilla. Ku do të jetë PSD-ja? Vështirë me thonë tash, për shkak se do të mi pa kush po i bën, pse po i bën, çka po lyp. Nuk ka kur gjo blanko sepse s'ka. Ju që shedini, PSD-ja ka qenë i vetmi subjekt politik edhe aktivista politik, jo veç që kanë bua aktivitete, po janë arrestu për gjykatën speciale disa herë, kemi majt burg, kemi anullu 3 vizitat e Trandifelovës, udhëheqjes saj, kryetare të gjykatës në Kosovë, ose 4, për shkak paralajmërimeve edhe protestave. Mendoj që është hub koha për këtë punë. Vendimi i gjykatës në Hagë është marrë. Ajo është u shkru. Sepse nuk merren qysh të tjerët po mendojnë, për shkak se s'kan përvojë qytetarët në këtë punë, po në rastet e tilla, po dhe në raste të tjera, mas pari merret vendimi e mas neve të vynë disa javë e disa muaj mu shkruaj vendim, qoftë ai lirus apo dënues. Ideja me bë protesta tash për Hagën është ideja me shfaqsu veten në rast të ndaj dënimi se s'ke bo ma herët. Është me përfitu grupe të ndryshme mbrana subjekteve të ndryshme për këtë punë. Nuk ka më tash. Tash du të me prit vendimin, e mas vendimit, nëse është lirus u kry, po nëse është dënues, atëherë du të me këshyrë që ka po bojmë prapë. Se ka një rrezik me bo këta një protestë që aty dhe me leon këtë punë. Me kësi deklarata, palavra, kallet Kosova, kallet ato, këtu janë veç për me marë protagonizëm. Se nuk e kanë në nënta me kallë Kosovën. Këta e kanë bo që atëherë veteranet që kanë bo që shkun Nasimi dhe Sniu, edhe majtën burg, tjertë s'kanë rreziku asnjë san për këtë proces, asnjë ditë burg që në punë. I ka rahi se PSD-s 10 aktivista më shkun burg ka 2 herë, ka 2 net për këtë punë. Prandaj, nuk ka mu kohë për çështje për një me për Hagën, para vendimit o fjala. Unë nuk mund as më shpresu, as me besu në vendim të mirë. E dëshiroj vendimin e mirë, shumë, sepse është i pa drejt, po unë besoj, me krejt procesin e pa drejt që ka ndjek gjykata e dhoma të specializume në Hagë, me krejt shkeljet, me krejt pa drejtësit, me krejt që shenë arrestu pa akt akuz, që shenë majt aty, kur ka pas më shku në Washington, Hashim Thaçi, krejt këtu që ka ndodhë. Unë besoj në pafajsinë e ty, në pas besoj në drejtësinë e asaj. Unë s'muna me besu, kish me qenë befasi për mu, nëse nxjerrim vendim drejt. Me thonë drejtën, unë e kom mësu gjykatën speciale në mënyrë negative kohore. Okej. Kur kam qenë në vetëvendosje, kam kundërshtu gjykatën speciale për arsye politike, që është kundër veç për shqiptarë. Në fakt, gjykata speciale ose dhomat e specializume nuk janë kundër shqiptarëve.